طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني Fjala është për ti Hoxha, tafadhal, bëra Hoxha. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رزيت مير الله سبحانه وتعالى نا ليبرنتي نا سورة ياسين thot إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Që bjen në kuptim, me thonë, që Allahu ka thonë, kuptimi dhe thot, vërtet na i ngjallim të vdekurit. Vërtet na i ngjallim të vdekurit. Edhe shkruajmë çka kanë bërë ata, edhe çka janë gjurmë të punëve tyne. Edhe çdo gjë e kena përmbledh në një libër të qartë, në një libër të qartë. Kjo na kallëzon që neve Allah subhanahu kome na ngjall, ditën e kiametit, kur të urdhon Allahu azza wa jall mu ngjall të vdekurit, kome na ngjall Allahu subhanahu wa ta'ala. E besimin në ringjallje, besimi që kena më ngjallë dhe kena me dalë para Allahut, është prej shtyllave të imanit ton, të islamit. Edhe nuk mundet me ka njeri musliman nëse nuk beson në ditën e kiametit. Nëse nuk beson që kena më ringjallë, edhe që kemi me dalë para Allahut subhanahu wa ta'ala. Muhammedi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka kallëzu që njerëzit ditën e kiametit kanë më ringjallë gjithë, kanë më ringjallë të gjithë, edhe kanë me dalë para Allahut. A ka thonë që njerëzit kanë më ringjallë hufaten, uraten, ghurlan, që ka në hadith. Thot, kam zbathër, s'ki me pas këpuca, s'kur gjën kam. Zhveshur, pa tesha, cullak. Edhe ghurlan të pa bom synet. Qysh ke dal, kur ke dal për në barkut nanës tane, që ashtu ki më ringjallë, mi po kur të ringjallësh, nuk je ma bebe qysh ku je kon kur të ka kriju Allah s.a. barkun e nanës tane. Po, kur del për i barkut nanës dyte, cila është toka, ki me dal person komplet me trup qysh je kon në dunja. Aisha radhiyallahu anha i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, gratë e burrat kanë me kon çashtu, do të thonë patesha, dath, të pa bom sunet. I ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Aishës radhiyallahu ta'ala anha, ka thonë Aisha, thonë puna është çaq e madhe ditën e kiametit.
Edhe çështja që ashtu që kërkur s'ka me pas vakt me këshyr dikonin. Po se cili ka me këshyr veç punën e vete. Se cili ka me mendu veç për vetën e vete. Se cili ka me thonë qa ka me ndodhë me mu atë ditë madhe. E për besimin në ringjallje kanë emru këtë pejgamber të Allahut. E posaçërisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pse ka kallëzu ka shumë Muhamedi alaihi salatu wassalam për ringjallje? Sepse Muhamedi alaihi salatu wassalam është i fundit i pejgamberëve. Nuk ka pejgamber mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që s'ka ma pejgamber mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë pejgamberi sallallahu ka kallëzu, ka thonë bu'ithu ana was-sa'a ka hatain. Ka thonë unë edhe kiameti jena jena sikur se këta dytë, të thonë, edhe ka bo bashkë, gishtin tregues edhe gishtin e mesëm. Që ashtu ka thonë jena bashkë në dytë. Nga t'jena, me ditën e kiametit pejgamber. S'ka të mes deri në kiamet nuk ka ma pejgamber mas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye Muhamedi alaihi salatu wassalam, Allahu në shëriatin e tij ka kallëzu shumë për kiametin. Po ashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka kallëzu që edhe u koni tregim ngjarje vërtet të popullit i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që e kanë mohu, s'kan besu në kiamet. Nuk kanë besu në ringjallje. Që ka thonë, qysh ka thonë mu ringjallna, e idha kunna idhamen në khira, ka thonë, qysh kena mu ringjall, masit bohëm eshtat na bohën hi, që s'met kur gjë për neve, qysh kena mu ringjall. Qysh kena nuk kanë besu në këtë punë. E Allahu Azza wa Jall ka pru shumë argumente për njerëzit mi u kallëzu për ringjallje. Një prej tyre është toka e vdekur. Për shembull te na çu bëhet dimnit kur hub këtë bari edhe hub shumica vegetacionit. Masnej kur Allah subhanahu wa taala e bën pranverën, në vjen pranvera, atë ngjallet toka. Po ashtu, në shkretin, kur shkoni për shembull me bë umren ose haxhin, Allah ja mundsoft kur se ka bë me bë pe juve. Kur shkoni me bë umren dhe haxhin, nëse shkoni ditëve të verës, gjatë muajve të verës, për shembull, maj, qershor, korrik, gusht, shtator, e shihni shkretirën atje në Mekë, në Medinë, është s'ka kur gjë hit gjallë, kur gjë s'ka. Mirë po Allah subhanahu wa taala kur e bjen shiun mas nej, e ngjallat shkretin edhe mund hubo si livadh me bimësi. E ngjall Allah. E Allah këta ka pru si shembull për ringjallje. Si shembull Allah subhanahu wa taala e ka pru këta për ringjallje. Që njerëzit kanë më ringjallë dhe kanë me dalë për Allahut Azza wa Jall. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala ka pru shembuj pe pejgamberëve përpara. Ku Allahu subhanahu wa taala ka përmend shembullin e Ibrahimit alayhis salam. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta. Kur ka thonë Ibrahimi, o Zoti jam, kallëzom qysh i ngjallë ti deknit. Qala awalam tu'min, ka thonë as ke besua. Kështu i ka thonë Allahu. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala përkundrazi unë besoj, po du zemra më përforcu. Atëherë ka thonë fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk. Ka thonë merri 4 zoj. 4 zoj do thotë. Ka thonë masnej, ka thonë çdo të coptoj ata mëti, edhe ndoj copat e tyne në për kodrat ndryshme. Ka thonë masnej thirri, ti në kësajja.
Ka thonë thirrë, edhe kur ti thresh kanë me të ngjall ata kanë marrë këtë një copë të ti. Kështu Allah ja ka tregu përpara Ibrahimit a.s. çysh e bën ngjalljen subhanahu wa taala. Edhe është rasti aty në djemve të shpellës që e lexojnë surën Kahf në çdo xumë. Kur lexojnë surën Kahf, është trajtimi i çunave të shpellës. Ata janë kanë një grup i djemve që kanë ikë me imanin e tyre, kanë besuar në Allah subhanahu wa taala, mirë po janë tut që kanë mund ndiku pe popullit tyre më kthyn në fenë e shirkut, në mosbesim te Allahut, edhe kanë ikë. Atëherë Allah subhanahu wa taala i ka bë me flajt ata 309 vjet. 309 vjet kanë flajt. Masne Allah subhanahu wa taala i ka ngjall mas 309 vjetve. I ka çupi i gjumit. Se do të me ditë vllazni që gjumi është vdekje. Lloj i vdekjes. Edhe i kanë ngjall mas vdekjes. Çka më ju kallëzu njerëzit që Allah subhanahu wa taala i ngjall të vdekurit. Si shembull konkret. Prandaj ti o besimtar, gjithçysh duhet me besu në ringjallje, që ki me dalë para Allahu Azza wa Jall. Edhe po ashtu, Allah subhanahu wa taala çysh e ngjall të vdekurit ditën e Kiametit, ashtu edhe në këtë dunjë ngjall tokën edhe i ngjall zemrat. I ngjall zemrat e vdekura. Shka thonë Allah subhanahu afaman kana meitan fa ahyayna. Thonë, çysh është shembulli atij që u thoni dekun edhe na kena ngjall. A kupton dhe ka pas zemrën e vdekt. Masne Allah subhanahu wa taala ka ngjall, e ka ngjall zemrën. Ka thonë Allah po ashtu ka thonë inna Allaha yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Thonë vërtet Allahu e ngjall tokën mas vdekjes së saj. Qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun. Ju kena qartësu juve ajetet që ju të logjikoni. Thotë qysh ndodh që zemra me kone dekne, zemër që nuk i mbindën të Allahut, zemër që nuk e përmen Allahun. Allahu e ngjall ata. E ngjall. Plot për njerëzve janë kanë zemrën e ka pas dekt. Nuk ju ka bindë Allah, s'ka dëgju që ka thonë Allah, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po Allahu masnej për rahmetit ti ja ka ngjall zemrën. Ja ka ngjall zemrën. Edhe ka bën që ai robi Allahut më u kthy Allahut Azza wa Jall. Më u drejtu Allahut Azza wa Jall. Kjo është për ngjalljes që Allahu subhanahu wa taala ja bën zemrave. I ngjall zemrat pas vdekjes. Edhe unë besoj që një pjesë e madhe jonja që është në konë. Jena ka një pjesë tjetës që si na bindë Allahu subhanahu wa taala. Mirë po Allahu subhanahu wa taala pastaj për mirësisë tina që ka ndaj neve, na i ka ngjall zemrat. Allah na ngjall zemrat, na forcov zemrat në iman desa ta takojmë Allahun subhanahu wa taala. Prandaj Allah gjithsesi që na ngjall ditën e Kiametit, e kuj na don be atyne besimtarve, Allahu janë ngjall zemrat. Janë ngjall zemrat që ju bindë Allahut. E masnej Allahu Azza wa Jall thot wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Thot edhe shkruajmë njerëzve punë që i kanë bën edhe gjurmët e punëve tyne. Thot ke bën ti punë e Allahu subhanahu wa taala masnej i bën edhe gjurmët e punëve tua me të shënu. Qa ke lanë mas vetes, tragun, gjurmën. Allah subhanahu wa taala e bën që me të shënu edhe aja. Prandaj o besimtar, le trag mas vetes. Trag mas vetes lën çka, për shembull, këthir rrugt Allahu subhanahu wa taala dhe njerëz
kanë udhëzu dikush në rrugt të Allahut. Çaj njeri që udhëzohet në rrugt të Allahut, ti e bën shkak që më udhëzuaj në rrugt të Allahut, këtë sevapet që i bën ai, këtë mirat që i bën ty të shkon sevapi. Për një njerit vetëm që e ka udhëzuar, çfarë s'puna nëse edhe më shumë për njerëz udhëzohen në rrugt të Allahut. Bë punë të mira. Kallëzoj njerëz për fenë Allahut. Jepja dikujt anaj libër. Jepja anaj libër, në dikujt në ders, në hoxhës të mirë. Jepja dikujt anaj Kur'an. Kallëzoj me veprat tua, me punë tua të mira, që ti je musliman. Që me ditë ata që Islami ty po të mëson me bë mirë. Edhe në këtë mënyrë udhëzoj njerëzit. Udhëzoj njerëzit në rrugën e drejtë. E nëse ju zon kështu, Allahu subhanahu wa ta'ala të drejton në rrugën e drejtë. Edhe të udhëzon rrugën e drejtë dhe bën që gjurmët e tua me vazhdu ma thej. Pe gjurmët e tua janë edhe fëmijët e tu. Edukoj fëmijët në rrugë të Allahut. Mësoja fenë e Allahut. Edhe bëni me praktikua ata fenë e Allahut. Nëse ata e praktikojnë fenë e Allahut, atëherë ti kish problem për çdo punë të mirë që e bën fëmia. Për çdo punë të mirë që e bën fëmia, ti kish problem. Edhe pa bas njet fëmia ty me ta çu sevapin. Për çdo punë që e bën ti të mirë, Allahu subhanahu wa ta'ala ta çon ty shpërblimin e fëmijëve tu. Ose mësoj njerëzit fenë Allahut, ose lënaj sadak, rrjedhse. Marroj në xhami nëse të ka Allah pasuri, shtype në libër, qene në bunar, bënë në hajrat, që Allah subhanahu wa taala me pas që punët e tua të mira që vazhdojnë mas nejt me që kanë pasoja me pas problem për to. Edhe në fund Allah subhanahu wa taala përfundoi me këto thotë wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Thotë dhe çdo gjë e kena përmbledh në një libër shumë të qartë. Shumë qartë sa që Allahu azza wa jall në surën Kahf dhe përmend këto kur mosbesimtarët e shohin librin, edhe thotë wa wudhi'a al-kitab. Edhe vendoset libri. Fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi. Edhe i shethet kriminalat të kjotut për ata çka kanë të. Ja wailana, ma li hadha al-kitab. Ja wailatana ma li hadha al-kitab. Dhe o mirë për neve. Çka puna këtij libri? يا الويلنا ما لهذا الكتاب ما صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Nuk ka ky libër s'ka lënë kur gjë, të vogël apo të madhe përveç se ka përmbledh. Çdo gjë është i përmbledhur në librin e Allahut. Prandaj mundo ti me bë punë të mira që kur të dalësh para Allahut subhanahu wa taala, kur të dalësh para Allahut me pas punë të mira e jo punë të këqija, se çdo gjë të përmbledhet, çdo gjë të shkruhet. الله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Allah shpërblet të gjahë për këtë literar për qeshme shumë mirë. Allah i në ullëzob të gjithve në bo prej muslimanëve mirë. Amin. Vledhe dhe motra muni me bo pyetjet e juve, deri sa të bojna pyetjet e juve i këqyrë unë këto e kam edhe Nasufin, moderatorin e dytë, kurse unë i kam pyetjet e juve privat. Gja, pyetje e parë, nuk do më herët, po Nasuf. Nëse më letë me që përshëndes, se kam hy, po nuk kam desh me tërprej hoxhën. Paktën, si paktën. Dhe t'jap, selamu alaikum, rahmetullah, barakatuhu. Aleikum salam, barakatuhu. Allah i shpërblejt dhe për ligjaratën, Allah të shtot djenin. Tash mund me vazhdojsh dhe ishte që përshëndes,
Faleminderit. Shkojna me pyetjen e parë, Hoxha. Po? Cilat janë argumentet më të forta nga Kurani dhe Suneti që vërtetojnë ringjalljen pas vdekjes? Është libri i Allahut subhanahu taala që e përmend. Allahu sa herë ka përmend librin e tij që njerëzit kanë marrë ringjall. E ka përmend plot herë. Mas ne që ato argumentet e shumta që Allahu subhanahu taala i ka çujt, i ka dërgu pejgambert e tij, edhe ka përmendur shembuj i pejgamberëve para prak që qysh i ka ringjall njerëzit edhe qysh që i ka ndodhur atyne. Që kjo është shembull konkret. Tani Allah e ka përmend tokën, qysh e ringjall tokën masi të toha krejt. Kjo është për formave që Allah subhanahu taala i ka bë me kon argument për ringjalljen. Argument për ringjalljen. Edhe të mos ne Allah subhanahu taala ka bë edhe pyetje logjike, për shembull ka thonë, a u kanë zot për neve me kriju krijimin e parë? E fa'ina bil khalq al awwal. Thot a kena pas në zor me bë krijimin e parë? Për Allah është lehtë edhe dytën me bë, thon. Dikush për shembull që themi më kena shembull nëse dikush e ka marrë një shtëpi, kur të marrën herën e parë, e ka shumë më zor se sa kur të marrën herën e dytë. Herën e dytë e din më lehtë. Por për Allahun çdo sen është lehtë. Çdo sen është lehtë për Allahun azza wa jall. Me paskon zor i pari, thot i shkon më zor se sa i dyti. Allahu të shpërblet, Hoxha. Hoxha, si do të ndodhet ringjallja e njerëzve në ditën e Kiametit sipas Islamit? Ringjallja është kur Allah subhanahu taala mas pari urdhon thot më fryn në sur, thot suri është një brind cilën fryn me leku Israfili. Edhe kur fryn ta, mas pari kur fryn, dek çdo gjë që është, edhe shkatërrohet çdo gjë që është në tokë edhe në qiell. Mas ne kur dhe fejda, idha nufikha fi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Dhe kur fryhet për s'dyti, në ta, thot, atëherë këtë kanë me dalë para Allahut edhe presin. Kanë mund gjallë krejt. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kallëzu që njeri në varr do thot shkrihet i toni, krejt shkrihet. Përveç pjesës fundit borsës kurrizore, që është pjesa e bishtit që ashtu, për që nuk shkrihet e insani. E pe që asoj Allah subhanahu taala bën sikur fara që është që bin, pe që asoj mbina prap njëri ditën e Kiametit, del. Prej vorëve, pe ta shku varsisht, dikush babaki u varros në tokë. Dikush babaki e ka marrë uji, thot ka met në ujë. Dikush babaki u kall në zjarr, dikush babaki e kanë hongër gjatë e egra. Thot pe çdo veni ku ka përfundu insani, ka me bë Allah subhanahu morin gjallë dhe me dalë para Allah subhanahu taala. Mashallah. Allah shpërblet, Hoxha. Amin. Hoxha, çfarë ndodh me shpirtin nga momenti i vdekjes deri në ditën e ringjalljes, që ta thash apo? Që ndodh me shpirtin pe momentit vdekjes deri në ringjallje. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë: "Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalilan." Ka thonë, po të pyesin thot ty për shpirtin. Thuaj shpirti është çështje e Zotit tëm. Thot edhe ju s'dini kur gjatë për diturisë përveç se pak. Puna e shpirtit dhe punë e madhe që Allah subhanahu taala ka marrë diturin për të për veti, neve na ka veç pak me na kallëzu. E përshtat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në një hadith, ka thonë që nesmetul mu'min ta'irun ya'laqu fi shajaril janna. Ka thonë
shpirti i besimtarit është zog që han prej pemëve të xhennetit. Han prej pemëve të xhennetit, thotë çështu Allah subhanahu taala e bën shpirtin e besimtarit me kon deri ditën e kiametit. Wallahi, të shpërblet a gjë. Shkojna me pitën e rallës a gjë. Hoq, si do të jetë ndalja e njerëzve nga varët dhe çfarë do të përjetojnë në ata momente a gjë? Ato momente janë trona valla jam. Njerëzit kanë me dalë që thash, kanë me dalë pe vorreve të cullak, domethënë pa tesha, pa kutsa, pa veshmbathje, pa sunet, edhe ketë presin që ako më bo tash me ta. A komi dënu Allah subhanahu taala, a komi janë falë gjunohet. Tani Allah subhanahu taala do pirove të vetë urdhënon që mu veshën, do varsë veshën në bazë të imanit që e kanë pas, edhe në bazë besimit që e kanë pas në Allahun subhanahu wa taala. Mas nej bëhet gjykimi, edhe ata cilët janë kanë të mirë, që ju kanë bindë Allahun subhanahu wa taala, ata Allah i çon xhennet. Mirë po ata që i kanë ndek, të i bësh shirk Allahut azza wa jall, të i besu ndikon përveç se Allahun, edhe du ju lut dikujna bashkë me Allahun azza wa jall, ata Allah subhanahu taala aty s'ja fal gjunat dhe ata i gjun xhenem. Edhe aty kanë me përfundu përgjithmonë, Allah na rrit. Allah i shpërblet a gjë. A gjë, çfarë do të thot të dalmin para Allahut për llogari dhe si do të zhvillohet gjykimi a gjë? Me dalë para Allahut, e çfarë ki me dalë para Allahut? Se cilit pej neve kom ju drejtu Allahu azza wa jall. Se Allahu vjen ditën e kiametit, zbret dhe kom i marrë në pyetje robët e vet. Dikujna Allahu subhanahu taala veç ja paraqet punët e veta. I thot, ke ba filan dite qështu, ke ba filan dite qështu. Edhe jemas nej thot, ti kam lu aton në dunjan, thot edhe tash, ti mlojna ditën e kiametit dhe ja fal. Po dikon ka me pyet Allah, pse ke ba kështu, pse ke ba ashtu? Kur te pyet Allah dikon pse ke ba kështu, pse ashtu? Kjo është, ka thonë pejgamberi që men nuk është hisab udhib, thot, kun t'ja polemizon Allah subhanahu te pyet, pse ke ba kështu, pse ashtu, thot, ai thot dënohet. Ai thot dënohet. Allah na rrit. Dënimi bëhet për ata të cilët nuk ju kanë bindë Allahut azza wa jall. Allah i shpërblet. A gjë, kush janë njerëzit që do të kanë llogaritë lehtë dhe çfarë vepresh i dallojnë ata a gjë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith vërtet ka thënë sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ka thënë 7 grupe të njerëzve. Allah ka mështinë në hijen e tij, ditën kur s'ka hije përveç hijes të Allahut. Thot i pari ka thënë është imamun adil. Thot një imam, një udhëheqës i drejtë. I drejtë është, nuk i bën zullum njerëzve. Dhe masi thot, o shabun nasha'a fi ibadatillah, thot një djalë i ri që është eduku duke i bërë ibadet Allahut. O rajulani tahabba fillah, ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Thot edhe 2 njerëz thot që duhen për hir të Allahut. Tu bohen për hir të Allahut dhe dohen për hir të Allahut. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Ka thënë një cilin e thret një gru,
e cila ka pozit edhe ka bukuri. Edhe është e hjeshme, edhe është me pozit. E I thot, hajde të shkam, hajde me angër buk, po hajde me bo zina, me bo pun që bën burri me gru, po se ka gruaj ato. Edhe këtë thot, jo, një tut në Allahut. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Thot edhe një njeri thot që ka dhon sadak, edhe e kam shef sadakën, nuk e ka bën haptas me paket njerëzit. Thot edhe thot e ka bën thot që e majta e tina nuk ka ditë që ka dhon e djafta, që është më shefta si ka dhon. A thot, wa rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid. Thot, edhe një njeri thot që zemrën e ka të vjertë në xhami. Qysh vjerët a ke po lusteri në xhami, që është I vjertë në xhami, që është ai e ka zemrën e vjertë në xhami. Çdo gjë ka të lidhë me xhami. Çdo sen e ka të lidhë për xhami. Wa rajulun dhakara Allah fadhiyan خاليا ففاضت عيناه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Edhe një njeri thot që ty kon vet, është vet, nuk ka nërsy njerëz, thot I përkujtohet Allahu, e takon Allahun subhanahu wa taala, e përkujton Allahun, ty kon vet. Thot edhe I mushën syt me lot. Me lot. Thot nuk e bën atë punë sa për sy e faqe, po e bën veç për hir të Allahut subhanahu wa taala. Takot Zot, I kujtohet Zoti I tij. Edhe atëherë thot I mushën syt me lot. Allah është problem të gja, pa në knaqë gja. Hoxha, a do të kanë besimtarët dhe ju besimtarët të njëjtin mënyre ringjallë dhe llogari? Po, Allahu I tanit I llogarit në mënyrë të drejtë. Nuk ka të thot, për ton ka drejtësi. Mirë po, për besimtarin, fesawfa yuhasabu hisaban yasira. Thot, besimtari ka me pas llogarit letë, sepse ai ju ka bindë Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa kafiri ka me pas llogarit ronë. Se Allah ja ka dhënë tëra të mirat, edhe ja pet nuk I ka bëj ibadet Allahut subhanahu wa taala. Prap ju ka lut dikën në vend të Allahut subhanahu, prap nuk ka bën ato që ka urdhëruar Allahu azza wa jall. Ai ka llogarit ronë. Llogarit ronë, pastaj ka përfundim xhehenamin. Allah është problem të gja. O gja që ka pyetje më ka bësh shumë interesant. Aleikum selam xhamat, mi se po veni në shpendane live-in xhamat. O gja, si mund të përgatitemi që takimi me Allahun të jetë lehtë dhe I gëzueshëm? Po. Ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai ka thonë, o Muhammed, ka thonë, kur është kiameti? E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, wa madha a'adta laha, ka thonë, çka ke përgatitur për ditën e kiametit? Ti thonë, o bon kiameti, çka ke përgatitur për ditën e kiametit? Ka thonë, ja Rasulullah, ka thonë, nuk kam përgatitur shumë sene. Përveç se, ka thonë, e du Allahun edhe e du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, el mar'u ma'a man ahab, ka thonë, njeri ka thonë, ka me konë me ata që e dën. Ti e dën Allahun, e dën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ki me konë me ta. E dën nej mosbesimtar, I dën ata që nuk I bindën Allahut pejgamberit, do të ki me konë me ta.
Allah i shpërblet Hoxha. Hoxha, çfarë roli luajnë pendimi, namazi dhe veprat e mira në përgatitjen për ditën e ringjalljes? Po veprat e mira janë baza me cilat ti e lialeton veten ditën e Kiametit. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kallëzuar që sani i parë që kanë më pyet robi besimtar është namazi. Sani i parë që më duhet Allah subhanahu wa taala për namaz. Qysh i ki punë me namaz? A ke fal namazin? A ke fal 5 vaktet? A ke lënë se në mongo? Ka to që më pyet mas pari Allahu subhanahu wa taala. E nëse ke pas punë mirë me namaz, atëherë punë tjera i ki ma lehtë. Nëse ke pas punë keq me namaz, atëherë punë tjera i ki ma vështirë. E sadaka po ashtu, sadaka trun pe të këqijave. Trun pe hidhimit Allahut subhanahu wa taala. Nimon atëherë kur jenë momentin më të vështirë. E sadaka sa më shumë me besimtari aq më mirë i ka punë. Allah i shpërblet Hoxha, pyetja e fundit është cili është mesazhi më i rëndësishëm që duhet të merr një besimtar nga besimi se Allahu do ta ringjallë dhe do ta gjykon? Po ajo që mas shumë ti përfiton besimtari është drejtësia e Allahut, që ka me pas drejtësi. Se vllaznit mirë, sa njeri në këtë botë dek edhe i ka pas punë, thot u kanë shumë i keq, e kur nuk u dënu. Ka bot të në zezat, nuk u dënu kur në këtë dunja. Na kina shembullin për shembull ti shkohet Slobodana Miloševićit. Ai ka dek në Burg, në Hag, në Burg e ka pas si hotele sapi. A këne ju kanë shkak që janë vra bova ki 6 milioni musliman në Bosnjë, në Kosovë, sa shtëpia u kall, sa gruaja u dhunu, sa fëmia ka met jetim, sa gruaja ka met vejushk, sa toka u marr, sa xhamia u kall. Këtaj që i ka bërë të zullum. Në fund u dënu jo, s'u dënu. Mi po na dina që është dita Kiametit që ai ka më dal para Allahut të komo përgjigj për këtë ato punë të këqija që i ka bërë. Edhe Allah ka më çu dënimin më të rënd më dhon atij qafirit koshtat. Në tjetër anon ka pas besimtar shumë të mirë që i kanë bërë po plot punë të mira, që si janë korpi i punëve të mira. Mirë po, kur ato të mirat e punëve të tyre nuk i kanë pa. E ata Allahu subhanahu wa taala i shpërblen ditën e Kiametit. Për shtar dita e Kiametit, që shpërblimin me marr ata që e meritojnë edhe dënimin me marr ata që e meritojnë. Allah i shpërblet Hoxha. Na sopa ki do një pyetje për Hoxhën. Unë i pash një 2 pyetje që ato që i kanë të vllajan. Po e lexova, një una ke jashtë të imus, nëse përgjigjesh edhe jashtë të imus, tëra. Po bën vllaj, murdorna. Se një pyetje ke, me sa kuptova manal, te surja 33, kjo surja Azab, besoj është, surja 33. Ajeti 50, ndaj po shpjegon pak, kjo është lidhje me profetin, e cila ajeti 50. Po kjo konfliktet për gratë e profetit, më zgabu, shana Hoxha. Te surja Azab, ajeti 50. Kjo surja 33. A surja Azab, fatme, mos të kabaj. Që di Xhafer e ke lexu, e ke kqyrë? Kjo surja 33, ajeti 50. Nëse e di surja Azab, Allah. Që di diçka Hoxha është në WhatsApp, dikon të shkru me dikan. Ose ka thirë dikush. Po kjo këtë jashtimës. Ajeti një. Ja këtë jashtimës. Alo. Po. Ajeti një. Po, Hoxha, po. Po nim. Allah subhanahu wa taala këtë ajet i ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gratë cilat i ka të leju me më martu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot që Allah subhanahu wa taala e ka leju atina gratë që i ka pas të leju me martu edhe çka ka pas të ndalu me më martu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Vazhdo tani vllajna. Vazhdo ditën pyetjen asë. Kjo tjetra pyetje është, a do ta shohin Allahun atë ditë me sytë tona, do ta shohim Allahun. Gjithsesi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara yawma al-badr, lejlat al-badr." Ka thënë keni me pa Allahun qysh e shihni natën kur është hona e plot. Në hona kur është e plot, si hona 15 që është, domethënë hona e plot. Qysh e shoh çashtu honën, çashtu kemi pa Allahun subhanahu wa taala ditën e Kiametit. Edhe s'ka kur gjë pengesë mes te edhe Allahu subhanahu wa taala pa Allahun. Allahu ka thonë në Kur'an, ka thonë lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Ka thonë ata kanë në xhenet çka të dojnë, edhe na kena shtojc. Çka shtojca? Me pa Allahun subhanahu wa taala. Ajo është problemi më i madh. Shpërblimi më i madh ditën e Kiametit. Po këto është edhe Allahu subhanahu wa taala ka përmend pe dënimit për mosbesimtarët që s'kan me pa Allahun, ka thonë kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Ka vërtet ata thot atë ditë thot ka mu bë hijab mes tyne dhe Allahut. Si që gruaja kanë në hijabin që mos me pa njerëz të huaj, çashtu Allahu subhanahu wa taala e çet një perdën mes tij edhe mas qafirave që mos me pa ata Allahun subhanahu wa taala. Dënim për ta, mos me pa Allahun. Shpërblim për besimtarët është me pa Allahun subhanahu wa taala. Po fjala është ditën e gjykimit apo në xhenet, po ditën e gjykimit, do të thonë ditën kur gjykohen njerëz. Ditën e gjykimit e shohin Allahun subhanahu wa taala. Mirë, po shikimin në Allahun subhanahu wa taala nuk është shikim i kënaqësisë atë ditë, domethënë. Është shikim që thot shikim që nuk ka kënaqësi në atë shikim, thënë. E masne Allah subhanahu wa taala bën perdën mes tij edhe mosbesimtarëve, edhe ja mundson besimtarëve u kënaq masne me shikimin në Allahun azza wa jall. Unë e kam pas një pyetje tajmë tash po e shtoj se s'po shoh këtu çka më lexuar nëse mi për të mundësia me bën, e kam pas. O falë pak para një pyetje ke, një thë ka bën me shku në varrim të Gjermant. Po, ky gazmenti po duhet a bën me shku të Gjermant. Po, një vëllai e ka bën më herët këtë pyetje. Nëse e ke pas do thonë nëse u kon do thonë një familjar ose diçka i jote prej tyne, bën me shku se për shembull pejgamberi sa ja ka leju Aliut radhiyallahu an me shku me varroz babën e vet që u kon si ka dek si qafera. E bën për këtë rast nëse ka pas dikon familjes ose miqësie se diçka ka pas, mirë po nuk merr pjesë në atë pjesët fetare tyne që janë, veç varrimin edhe ec. Allah është problem. A bën vetëm ta bëjnë një pyetje. Bën, fal vllajën, fal. Kjo pyetje është për mua, dallimin mes jetës barzakut edhe ditës ringjalljes, ku është dallimi? Dallimi është vllajëm që jeta e insanit është 3 pjesë, domethënë pjesa e jetës kur je në këtë dunjë, mastaj pjesa e barzakut, mastaj jeta mas ditës Kiametit. Mirë po, ahireti fillon me momentin kur njeri dek. Domethënë kjo është ahireti për çdo insan, është prej momentit kur dek insani. E masnej është jeta në barzakh, që është një jetë e veçantë, ku robin varr ty kon, mundet mu knaq, e njetin kon, mund me kon, robi ty kon në varr, mundet mu dënu. Pejgamberi sa ka kallëzu që edhe Allah mas pari ka kallëzu për faraonin edhe ushtrinë e tij, ka thonë an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al-'adhab. Ka thonë ata ka thonë mëngjes e mramje, ka thonë i paraqiten zjarmit të xhehenamit. E ditën e Kiametit futni pasues të faraonit në dënimin më të madh.
Dhe ty kanë në varr, ata dënohen me nxesë mramje. Pastaj ditën e Kiametit shtinin në dënimin më të madh. Pastaj pejgamberi sa ka kallëzuar që ka kalu pra 2 vorrave dhe i ka pa, ka thonë ata po dënohen në varr. Ka thonë për çka po dënohen? Ka thonë po dënohen se njëri ka thonë ka bojt llafe mes njerëzve me qëllim i prish njerëzit. E i dyti ka thonë kur e ka bë nevojën e vogël, kur ka uri nuk i ka nejt gati vetes. Domethënë u stërpik, nuk u pastru. E ta do të pas kujdes besimtari, se kur të bësh nevojën e vogël, duhet mu pastru me ujë, ose me mindil, ose me gur. E nuk bën që shbojnë të na njerëzit, që pastrohen me ujë ose me mindil, veç kur të bojnë nevojën e madhe. E nevojën e vogël, veç e bojnë qashtu dhe haq nuk frihen heq as kur gjë heq drejt ecin. Nuk bën ashtu. Po nevojën e vogël kur të bëjsh, duhet mu pastru. Me la me ujë organin, ose me fshi me mindil. E mas mirë të është edhe me mindil edhe me ujë. Ose me gur, nëse s'ki mindil. E për çfarë janë ndërnu ata në varr? Allahu na rujt. E vorri domethënë mund me urna. I ka një pejgamber alayhis salam gjurmët e tij apo? Po, i ka nisë, ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allah ja ka mundsu këtë punë. Allah i shpërblet këtë gjë. Do të pyetje gjë më herët e shpjegove, ndëgjova, Allah i shpërblet për kur e vë shpjegimin më herët. The se disa besimtarë musliman ditën e ringjalljes Allah subhanahu wa taala do t'i afshnosh zemrat e tyre. Jo ditën e ringjalljes, në këtë dunjë vllaja. Ma bon Allah. Këtë dunjë njerëz që për shembull u kanë që s'ju ka bindë Allahut, Allah janë gjallë zemrën dhe bëhet besimtar. Bëhet i mirë. Bëhet njëri që ngan Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Fikër vllaja. Allah shpërblet, ma bon Allah. Nuk ka gjë, Allah të shpërblefe, dëgjojmë inshallah herën tjetër. Allah i dhot mirë. Aleikum selam. Selam Allah. طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع